billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Të gjitha falënderimet fillimisht i takojnë Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Elusëm Allahu subhanahu wa taala që të na mundson të shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta pasojmë atë. Gjithashtu elusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundëson ta shohim të kotën si të kotë dhe të na largon prej saj. Sot inshallah do të flasim për 4 hadithe që kanë të bëjnë me sprovat. Pra ajo është hadithi 37, 38, 39 dhe hadithi 40 i librit e Riyadus Salihin, të cilat dietarët zakonisht kur mbrin të këto 4 hadithe i shpjegojnë bashkë, sepse e kanë prapësisht tematikën e njëjtë, edhe pse të gjitha këto 4 hadithe janë nën kapitullin e sabrit, pra durimit. Vëllezër, ne dimë të gjithë se Allahu subhanahu wa taala njeriu e krijoi për vete. Mirë po, gjithçka tjetër rreth atij krijoi për njeriu. Pra çdo gjë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala prej kafshëve dhe krijesave tjera i ka krijuar për njeriu. Me qëllim që ky njeriu nëpërmjet shfrytëzimit të tyre dhe mirësive të tyre të jetë më i fokusuar dhe më i rahatshëm për t'u nështruar Allahut subhanahu wa taala, që të jetë rob falënderues dhe i dorëzuar kundrejt Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, vëllezër, kur ta marrim parasysh këtë gjë dhe faktin se neve jemi krijuar që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, duhet ta kemi parasysh gjithmonë një fakt se Allahu është aq i mëshirshëm që nuk na la neve abethe, pra nuk na krijoi dhe na lënë kështu të lirë dhe pa qëllime. Por çka dërgoi fillimisht zbriti libra dhe pastaj dërgoi të dërguar, të cilët do t'i shpjegojnë këto librat nëse neve kena keq kuptime rreth tyre. Dhe për këtë arsye, në ato libra dhe në ato hadithe qartë shifet ajo madhështia Allahu subhanahu wa taala sa i përket mëshirës që ka ndaj robit të tij. Dhe prej mëshirës së tij është, vëllezër, është që ai çka ka zbritur libra dhe ka dërguar të dërguar, dhe jo vetëm kaq, ka përmendur shumë vende në ajetet e tij dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij shpesh përmenden dhe na tregon se si neve këto gjinahe që e bëjmë duke marrë parasysh që jena njerëz të cilët gabojnë, dhe këtë na ka bërë qartë Allahu subhanahu wa taala në ajetet e Kuranit, edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka bërë qartë që çdo biri i Ademit është gabimtar, por gabimtari më i mirë cili është? Ai i cili pendohet. Duke marrë këto fakte, vëllezër, e kuptojmë se mbas kësaj logjike kuptohet se njeriu nuk mund të jetë gjithmonë i lumtur. Pra, njeriu nuk është gjithmonë i lumtur, po ka çaste në të cilat është i lumtur, por ka çaste në të cilat e godasin sprovat, e godasin mërzia e kështu me radhë. Dhe faktin e parë që përmendem se Allahu subhanahu wa taala ka përmendur shumë mënyra të ndryshme se si neve çka ti shlyejmë gjinaat të cilat i bëjmë, duke qenë gabimtar, duke marrë parasysh se Allahu na ka treguar që do të bëni gabime. Mirë, po më i miri për ju është ai i cili pendohet. Në anën tjetër ka edhe prej mëshirës së tij është edhe fakti që edhe pa kërkuar neve, vëllezër, pa kërkuar neve, pa bërë ndonjë vepër, Allahu subhanahu wa taala na shlyen mëkate. Si të gjitha i kene në këto 4 hadithe. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pa më artë këto hadithe, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, çështja e besimtarit është e çuditshme. Nëse e godet diçka e mirë, ndonjë mirësi, çka bën ai? E falendron Allahun subhanahu wa taala dhe nëpërmjet këtij falënderimi merr edhe sevape. E falendron Allahun për mirësinë që ai është duke u kënaqur me të, por edhe merr sevape për falënderimin dhe mirënjohjen që ja bën drejt Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam në vazhdimin e hadithit, thot: "Wa in asabatu darra", por nëse atë e godet diçka e keqe, ndonjë sprovë, diçka e pakëndshme për të, çka bën ai? Fa sabr, ai bën sabër dhe përsëri merr ejër, përsëri merr sevape. Dhe kjo është vetëm për besimtarin. Edhe ne do ta shohim se si dietarët, sidomos Sheikh Uthemini, se prej atij marrin pjesë më të madhe të komentimit të këtyre haditheve, e shohim se si ata e kanë kuptuar këtë çështje dhe e cekin sidomos në vende ku duhet ceket kjo patjetër. Fillojmë hadithin e parë ku thot, transmeton Ebu Said al-Khudri dhe Ebu Hurajra radiallahu anhuma, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çka do që e godet besimtarin, çka do. Qoftë ajo lodhje, pikëllim, mërzi, mundim, sëmundje, WhatsApp ka ardhur, sëmundje, madje edhe të shpuarit e ferrës, pra edhe kur një ferr i hin në komën e tij dhe ai bën sabër,
çka Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet këtyre sprovave ja fal gjinat. Ne përmendim një fakt, dhe këtë hadith e transmeton edhe Buhariu dhe Muslimi, ne përmendim një fakt që kjo i ndodh, bile dietarët, disa prej dietarëve, Sheikh Albani thotë se Ibn Abi Dunya ka përmend që duhet paqet njeriu ta ketë pjesën e ihtisabit. Por Sheikh Uthaymini thotë, në këtë sprov, edhe në hadithe tjera që do të përmendim, do ta shohim se janë njerëzit dy kategori, dhe kategorinë e tretë nuk e përmend se ato janë të humbur. Por prej besimtarëve janë dy kategori. Dhe prej sprovave që i godet besimtarit, njeriu mund të përfiton një çështje apo një dobi apo dy dobi. Një grup i fiton një dobi, grupi tjetër fiton dy dobi. Grupi i parë që fiton vetëm një dobi është ai i cili nga këto sprova, si ka ardhur në hadithet, ka ardhur në mënyrën e përgjithshme. Pra, njeriu pa marrë parasysh a bën sabër, a s'bën sabër, hadithet aludojnë që në momentin që e godet sprova, aty shlyen gjinat. Në moment që e godet sprova është për besimtar, nëse është besimtar flasim tash. Nëse është njeriu besimtar, momentin që godet sprova, ai çka? Aty shlyen gjinat. Por nëse bën sabër dhe llogarit sevapin tek Allahu, ka edhe dobinë e sevapit. Pra, edhe shlyen gjinat, edhe merr sevapin. Kjo kategoria e dytë e besimtarëve. Kategoria e tretë që nuk e përmendin dietarët, sepse flasin këtu në këtë rast dhe hadithet këtu aludojnë për besimtarin, është kategoria e tretë që do ta përmendin në hadithin që do të vjen më pas. Pastaj ka ardhur nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi 38, ku thotë një ditë prej ditëve Ibn Mesudi shkon dhe takon të dërguarin, pra shkon në vizitë te i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe shel fytyrë se ai ka temperaturë. Dhe thotë ja Rasulullah, a ke temperaturë? A ke ethe? Thotë po. Por mundimin që e kam unë, kam mundimin e dy burrave. Pra ethet e mia, temperatura është sa dy burrave që kanë temperaturë. I thotë Ebu Hurajra, a është kjo që edhe ti ke shpërblimin të dy fish? Thotë po, ja Ebu Hurajra, po është ashtu. Pra unë në vërtet kam edhe mundimin e dy burrave, por e kam edhe shpërblimin e dy burrave e kështu me radhë. Dhe pastaj thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, thotë nuk ka mundësi që njeriu ta godet një sprov nga një therr që i hyn në kombën e tij deri diçka më e madhe, pra më e vogla është therra deri diçka më e madhe, përveç se Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet kësaj sprove çka aty ja shlyen mëkatet. Pra, therrë ka përmend si gjë më e vogël. Është e vërtetë, therra është diçka e vogël. Por në çat therrën e vogël, çat mundimin e vetë, pse është mundim dhe është sprov, edhe pse është shumë e vogël, Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet saj çka ndodh dhe ja shlyen mëkatet besimtarit. Por nëse njeriu e bën ihtisab, e llogarit se Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet saj ja shlyen mëkatet dhe ki bën sabër për atë sprovë të vogël, qoftë edhe e vogël sa një therr, çka Allahu subhanahu wa taala i dhe sevape për durimin që e bën. Pastaj ka ardhur hadithi 39 vjen në këtë formë. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe hadithin e transmeton Ebu Hurajra gjithashtu, që transmeton Buhariu, pra Imam Buhariu ka sjellë në Sahihun e tij, ku thot se kujt Allahu ja dëshiron të mirën. Sikur se ka ardhur në hadithin tjetër, me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, atij që Allahu ja don të mirën e ja mëson fen. Ktu këtë rast ka ardhur, atij që Allahu ja don të mirën e sprovon ata. Atij që Allahu e do të mirën e sprovon. E dietarët Sheikh Uthaymini sidomos e përmend dhe thot, këtu vjen tash më pa ta sqarojmë kategorinë e tretë që nuk e përmendëm më herët. Kategoria e tretë vëllezër është çka? A është e vërtetë që edhe qafirat sprovon dhe jo besimtarët sprovon? Apo i godet ato sikur se na godet neve. Mirë pa, mund të themi edhe ato kanë hajër në sprovën e tyre. Jo, sa i përfundon si jo besimtarët dhe hyn në xhehenem. Çfarë hajri ka ai nëse ai ka hyrë në xhehenem dhe përfundimi i tij është zjarri. Prandaj thotë Ibn Uthaymini, kjo vlen vetëm për besimtarin. Pra besimtari tham, i pari është ai i cili vetëm ka shlirjet e mëkateve, i dyti, kategoria e dytë është ata besimtarët të cilët edhe llogaritin sevapin Allahu subhanahu wa taala duke bërë sabër për këtë sprovë që Allahu i ka godet. Pra nuk duhet ta marrim vetëm çështjen e therrës, se ka sprova edhe ndoja, vdesin fëmia, kupton, devijojnë fëmia e kështu me radhë, vdes një familjes i afërt, sprovon Allahu subhanahu wa taala në pasuri, sprovon në shëndet. Pra shumë sprova ndryshme janë. Sicilla e kanë mbas të asaj mundimi që ka sprova, ashtu edhe sevapi edhe shlirja e gjinave është më e madhe. Mirë po, ta kena parasysh gjithmonë dietarët e përmendin, vëllezër, ta kemi parasysh kur na godet një sprovë edhe shpërblimin e sabrit. Se kjo nuk vjen sevapi për sabrin përveç se nëse e llogarisim dhe e presim nga ana Allahu subhanahu wa taala. Se ka njerëz provohen mirë por nuk bëjnë sabër. Ka besimtar që sprovohen por nuk bëjnë sabër. Ankohen, këtë rast vetëm e marrin pjesën e çka
e shlyerjes së mëkateve, nuk e kanë sevapet e sabrit. Për këtë arsye neve shpesh subhanallahu ndodh nga jeta e përditshme. Nuk pajtohena me sjelljen e fëmijëve tonë, nuk pajtohena me drejtimin e fëmijëve tonë, nuk pajtohena me drejtimin e baballarëve tonë. Në për shumë sende nuk pajtohemi me realitetin që është do na ndodh. Ajo sprovë është për neve. E ta çka na duhet? Ndoshta mund të mbajmë ligjërata edhe të lexojmë gjithmonë hadithe që janë të kësaj natyre, e nuk na shkon ndërmendja që ne të bëjmë sabër, ta llogarisim atë si sprovë nga ana e Allahut dhe ta llogarisim si është sprovë prej Allahut që të kemi sevape dhe të kemi shpërblime për durimin që e bëjmë. Shpesh na ndodh që gjithmonë është e më e keq që ka ndodhur vëllezër, këtë e flasim nga përvoja e përditshme. Sidomos hoxhallarët e kanë këtë ndoshta si problematik. Përgatisin derse, flasin për sprovat, flasin për mëkatet, flasin për llogaritjen e shpërblimit që presin nga ana e Allahut për sprovat, mi po harrojnë që krejt ato që ka ndodhin në jetën e tij janë sprova. Prandaj duhet njeriu fillimisht fillojë nga vetja. Ta shohë o vëllezër, ta shohë kjo që më godet. Ndoshta mi ka marrë, ndoshta jam hutu, por është për sprovën e nësë Allahut. Është diçka që Allahu e do, ndoshta e do të khairin për ty. Çka tha hadithi? Atë që Allahu e do e sprovon. Atë që Allahu e do khairin, atë e sprovon. Prandaj vëllezër, gjithmonë këto hadithe do t'i kena parasysh. Prandaj edhe dietarët thonë për librave më të bereqetshëm që ka pas ndonjëherë ka qenë Riyadus Salihini, që ka çdo xhami dhe çdo shtëpi do ta ketë. Dhe këto hadithe neve na përkujtojnë se me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala atë që e do e sprovon. Bile ka ardhur në transmetimet e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë filluar dyshojnë veten e tyre a kanë imanin si duhet sepse Allahu nuk e ka sprovuar një kohë gjatë. Kanë filluar dyshojnë në imanin e tyre sepse ata çka Allahu subhanahu wa taala nuk i sprovon. Thonë çka o puna mua, a nuk do Allahu, a më ka harru Allahu subhanahu wa taala që ai nuk më sprovon. E kështu duhet ta kupton besimtari. Jo si është një pjesë e madhe për fat keq e xahileve që nuk e ka sprovuar Allahu shumë, thotë e shef, mu Allahu më do. Aty që shefet ka dhënë këtë smundje, ka sprovuar me këtë, janë nisë rëndit. Kjo është gabim vëllezër, nuk është kjo suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është kjo bot kuptimi i Islamit të cilën Allahu dhe i dërguari i tij na ka mësuar. Allahu nëse je besimtar dhe sprovon dije që Allahu do. Dije që Allahu do, prandaj edhe të ka sprovuar. Edhe bën sabër se është për hajrin tënd. Bën sabër se është për hajrin tënd. Për këtë arsye vëllezër, kështu ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, atë që Allahu ja do të mirën, atij personi që Allahu do të mirën, atë e sprovon. Gjithashtu vëllezër ka ardhur në hadithin e 40, pra që ka të bëjë me këtë temë, dhe këtu do ndalemi pak. Thot Enesi radhiyallahu anhu se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, askush prej jush mos ta dëshiroj vdekjen. Askush prej jush mos ta dëshiroj vdekjen. Por për shkak të ndonjë fatkeqësie, pra askush mos ta dëshiroj vdekjen për një fatkeqësi ndoshta e madhe, se për sende të vogla njeriu nuk e kërkon vdekjen, nuk e dëshiron vdekjen. Mirë po, i ka ndodhur një sprovë e madhe, por edhe në atë rast ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, askush mos ta kërkon vdekjen dhe ta shpresoj vdekjen, se si shpresë ka ardhur termi. Thot, por nëse patjetër duhet të kërkon vdekjen, pra ne ta kërkon me në atë mënyrë ku thot, o Zoti, më bëj mua të jetoj nëse jeta ime është hajër për mua. Pra ma vazhdoj jetën, më bëj që të jem jetë gjatë, edhe ta vazhdoj jetën time nëse është hajër për mua. Por nëse vdekja është më hajër për mua, atëherë o Allah më mëso të vdes. Këtu Sheikh Uthemini ka pru shumë dobi. Pra e ka përmend se ka përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam një far kushtzimi apo një far metodën në të cilën tregohet se shifeni thot kur vetëm shpresa për vdekje është ndaluar. Çka është puna atij personi i cili bën vetvrasje? Kur në hadith i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar dhe ka thonë nuk mos e kërkoni vdekjen, mos e shpresoni vdekjen. Qoftë Sheikh Uthemini thot qoftë me gojë, qoftë me zemër. Të dyja janë ndaluara. Jo që thosh me gojë, o Zot, ma merr shpirtin, jo, edhe me zemrën se Zot vdesësh. Dhe shpreson vdekjen, është ndaluar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, edhe Sheikh Uthemini shumë flet për këtë, edhe flet pastaj për vetvrasjen e sa më e keq është vetvrasja kur ti nuk ke drejt ta shpresojsh vdekjen, jo më ta marrësh vetes shpirtin. Flet shumë Sheikh Uthemini rreth kësaj dhe në fund thot, edhe pse thot, prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është që ai ta gjen dhe ta përmend bedilin, ta përmend zëvendësimin e asaj për të cilën ja ndalon umetit të tij. Prandaj edhe ka pru, nëse patjetër dikush duhet, pra i ka ardhur shpirti deri në fytyrë thotë, ne? Edhe patjetër duhet kërkon nga Allahu vdekjen, atëherë ta kërkon në këtë formë. Pra e ka ndaluar që njeriu të kërkon të vdes, mirë po nëse patjetër e ka, edhe aq shumë është rëndësuar sprova,
dhe s'o nduron më, atëherë ta bëj këtë dua. O Zot, merr ma shpirtin nëse vdekja është më e dobishme për mua. Ma jep jetën nëse jeta është më e mirë për mua, më e dobishme. Çka është dobia e kësaj? Se çështjen ja lëm përsëri Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk e dim neve të ardhmen, nuk e dim neve çka është më herë për neve, apo çka është më sherr. Apo kjo ka ardhur në ajetën në hadithe. Asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum. Pra diçka ju mendoni që është e mirë për ju, po është sherr për ju. Pse Allahu subhanahu wa taala është i gjithdijshëm. Prandaj vëllezër, prej këtij në dobive neve mund ta shohim dhe ta marrim mësimin se çdo çështje neve duhet t'ja lëmë Allahut subhanahu wa taala në dorë. Qëllimi i këshillave të Allahut subhanahu wa taala në ajete dhe këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpër hadithe është që këtë rrotullon dhe asaj që neve të lidhemi me Allahun subhanahu wa taala dhe çdo gjë t'ja lëmë në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Për haditheve që i përmendëm kuptohet qartë mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu edhe prej pa dash neve nëpërmjet sprovave na shlyen mëkatet. Pa dash neve. Ne nuk i kërkojmë, kush i kërkon mëkatet? Kush i kërkon kush i kërkon sprovat? Kush prej neve kërkon sprovot? Bilo është gabim, nuk është syneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeriu të kërkon sprovot. Mirë, po kush sprovohet duhet të bën sabër. Sepse në sprova ka dobi. Si shlirja e mëkateve edhe ngritja e derejave. Gjithashtu që duhet të përmendim është se i dërguari sallallahu alaihi wasallam në këto hadithe përmend qartë dhe tregon dhe na mëson se njeriu kur të provohet gjithmonë do ta ketë parasysh çështjen e durimit. Dhe nuk ka mundësi njeriu, siç ka ardhur në surën El Asr dhe me këtë inshallah do ta përfundojmë se Allahu subhanahu wa taala thotë wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr. Por çdo person, çdo njeri, person është në humbje. Kjo është asli, kjo është baza. Dhe kjo është e vërtetë, se shumica e njerëzve janë të humbje. Pak janë ata të cilët besojnë, duke argumentuar edhe me ajetet e Allahut subhanahu wa taala, se pak prej tyre janë besimtarë. Vëllezër, të gjithë njerëzit janë humbje. Çka duhet të kena parasysh? Të gjithë janë humbje. Illa alladhina amanu. Përveç atyre që besojnë. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihati. Pra, këto shkrim bashkë, nuk ka mundësi njeriu të jetë besimtar edhe mos të jetë vepër mirë. Nuk shkojnë këto. Dietarët çka thonë? Ai i cili pretendon që ka zemrën e pastër, dhe zemrën e mirë, dhe zemrën e shëndosh, mirëpo veprat e kundërshtojnë këtë realitet, ai vetëm se gënjen. Ai vetëm se e mashtron veten e tij dhe mundohet të mashton të tjerët. Zemra është ajo motori i veprave. Çka ka nëse zemra është e shëndosh, janë të shëndosh edhe veprat. Zemra e smur vëllezër, veprat janë të smura. Prandaj edhe dietarët kanë thonë, e kanë shembëltyr, kanë thonë, zemra është sikur se tasi, çka ka në to? Nxjerr luga. Luga është fjala edhe veprat. Nëse zemra është e bardhë dhe e pastër, do të nxjerr vepra të pastra dhe fjalë të mira. Nëse zemra është e zymt, ti sa dush pretendon me gojë që je i mirë dhe ke zemrën e pastër, ajo do të nxjerr vetëm fjalë të ndota, fjalë të këqija, fjalë të cilat nuk i do Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye vëllezër, do ta kena parasysh se Allahu pastaj thot alladhina amanu wa amilu salihati, këto janë dy vepra madhështore të cilat nëse njeriu i vepron, pra beson në Allahun dhe bën vepra të mira, atëherë paqetër e ka ta mvesh vetes edhe atë fundit ku thot wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dhe këshillojnë njërin tjetrin me të vërtetën dhe këshillojnë njërin tjetrin për sabër, sepse këto bashk kërkojnë sabër. Dhe kjo është rruga e profetëve. Rruga e pejgamberit ka qenë çka, misioni i pejgamberit ka qenë çka. Urdhërimin të mirë, ndalimin nga e keqja. Në momentin që njeriu e merr mision të tij, që turnon nga në të mirë dhe ndalon nga e keqja, në këtë rast vëllezër çka vjen pa pastaj edhe mundimet për njerëzve që ky pastaj për ato mundime do të bën sabër. Elusim Allahu subhanahu wa taala që të na shlyjë mëkatet gjatë provave tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që gjatë provave të na jep sabër, të na jep meditim rreth këtyre haditheve dhe ajeteve që kanë ardhur rreth kësaj, që mos të jetë vetëm përfitimi jon nga ajo provë, falë gjinave, por të jetë edhe ngritje në derexhet dhe në lartësitë e xhenetit. Gjithashtu elusim Allahun subhanahu wa taala që çdo besimtar t'ia lecon provat, çdo besimtar t'ia lecon ato të këqija, ato bikllime, ato mundime që i ka, dhe ta shpërblyen ato me gratat në xhenetul firdaus al a'la wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.